Sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë Edi Blushi në një deklaratë për mediat prezantoi një pjesë të programit Made in Albania. Blushi u shpreh se më 11 maj Shqipëria ka mundësinë historike për të shndruar në një fuqi prodhuese dhe eksportuese në rajon. Ai theksoi se duke votuar më 11 maj për programin ekonomik Made in Albania të Shqipërisë Madhështore, shqiptarët do të votojnë për uljen e taksave, për rritjen e të ardhurave të familjeve të tyre, për rritjen masive të punësimit të mirëpaguar dhe për ndërtimin e një Shqipërie prodhuese dhe eksportuese në rajon. Dal përfundimisht nga modeli i dështuar i narko-ekonomisë, së mbështetur mbi ndërtimin e kullave të drogës dhe korrupsionit dhe në skemat korruptive 5D dhe ato krye korruptive 5B, që kanë zhvatur përbindshëm taksat e qytetarëve, duke rënuar buxhetin e shtetit, duke shkatëruar dhe falimentuar ekonomitë familjare dhe varfëruar më shumë se gjysmën e shqiptarëve në këto 12 vite, që me të ardhurat mizerabël jo vetëm e kanë të pamundur të blenë sot një apartament, por që mezi shtyp ditët për të blerë ushqime, ilaçe dhe për të paguar faturat e kripura dhe abuzive të energjisë elektrike dhe ujit të pishëm. Përballë alternativës së varfërisë, së ulur këmbkryq në vatrat shqiptare dhe korrupsionit skizofrenik programor të rilindjes, koalicioni fitues PD Aleanca për Shqipërinë Madhështore del para shqiptarëve me një alternativë të shkëlqyer, plotësisht të financueshme, që ul ndjeshëm koston e jetesës dhe çliron ekonominë kombëtare nga kriza dhe stagnacioni regresiv ekonomiko-shoqëror. Programi i përbashkët ekonomik Made in Albania, ku janë integruar, siç e theksova, edhe prioritetet madhore të Partisë së Lirisë, në fokus ka vetëm qytetarin dhe rritjen e mirëqenies së tij, ka biznesin dhe nxitjen e prodhimit vendas. Duke e konsideruar prodhimin shqiptar, krenari kombëtare, gjenerator kryesor të punësimit dhe rritjes së pagave, të pensioneve dhe të mirëqenies së qytetarëve, ky program shumë realist është dëshmi e vërtetësisë dhe seriozitetit për të mbajtur dhe çuar deri në fund premtimet e bëra ndaj qytetarëve përkundrejt 10 mashtrimeve të pacipa të Edi Ramës, i cili nuk ka mbajtur asnjë premtim, por vetëm ka zhytur vendin në mjerim dhe ka zgënjyer thellësisht më shumë se gjysmën e shqiptarëve. Më 11 maj ne ftojmë të gjithë shqiptarët të heqim Edi Ramën në mënyrë që të heqim taksat. Sepse Edi Rama është faktuar këto 12 vite se nuk është asgjë tjetër veç se krye taksa dhe krye gjoba më grabitqare për shqiptarët, i cili ka patur vetëm një objektiv: grabitjen, korrupsionin, zhvatjen dhe rritjen e pandarshme të taksave, të tarifave dhe asgjësimin e shërbimeve për qytetarët. Duke votuar më 11 maj për programin ekonomik Made in Albania të Shqipërisë Madhështore, shqiptarët do të votojnë për uljen e taksave, për rritjen e të ardhurave të familjeve të tyre, për rritjen masive të punësimit të mirëpaguar dhe për ndërtimin e një Shqipërie prodhuese dhe eksportuese në rajon. Ky program do të realizohet në mënyrë të padiskutueshme, duke reformuar rrjedhësisht së pari sistemi fiskal, që do të thjeshtohet për të lehtësuar konsumatorët dhe bizneset, si dhe për të rritur interesin e investitorëve vendas dhe të huaj. Për realizimin e këtij objektivi madhor,